Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Ditësie ndahet nga jeta në moshë të re artisti i njohur shqiptar. Është ndar nga jeta piktori i njohur i filmit shqiptar Shoqëri Sako, një nga emrat që kontriboi për dekada në kinematografinë shqiptare dhe në historinë e kinostudios shqiptare. Lajmi i trisht u bë i ditur nga Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit, i cili shprehu ngushëllime për familjen, gjithashtu miqt dhe komunitetin artistik që e njohu nga afër krijimtarinë e tij shumëvjeçare. Shoqëri Sako kishte një karrierë prej rreth 50 vitesh në artin e filmit. Ai studioi për 3 vite në Institutin e Artit në Moskë për pikturë filmi, ndërsa më pas përfundoi studimet në Tiranë. Në vitin 1963 nisi punën në kinostudio, ku mori pjesë si piktor filmi në realizimin e filmit Detyrë e Posaçme, duke vazhduar më pas me 10 projekte të tjera kinematografike. Filmi i fundit ku kontriboi ishte Plumba prej plasteline në vitin 97, vit kur edhe doli në pension. Gjatë karrierës së tij, Sako u vlerësua me medaljon në Festivalin e 4 të filmit shqiptar për punën e realizuar me dekoret dhe rekuizitat e filmit. Përveç kontributit në skenografi dhe dekor, artisti krijoi edhe një pjesë të rëndësishme të koleksionit të afisheve të filmit shqiptar, të cilat sot ruhen si pjesë e trashëgimisë kulturore në Arkivin Qendror Shtetëror të Filmit. Kujtimi dhe vepra e tij do të mbeten pjesë e rëndësishme e historisë së kinematografisë shqiptare.